Parashikimi i motit për ditën e sotme 27 shtator 2025, vranësira dhe rreshjeshiu. Ditën e sotme në vendin ton gjatë paradites parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të dendura, të cilat në zonat veriore dhe pjesërisht në qendër do të krijojnë mundësi për rreshjeshiu, ndërsa zonat jugore do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por pa rreshje. Parashikohet që në orët e pasdites dhe në vijim të sjellin shtim të vranësirave dhe shirave në të gjithë territorin e vendit, ku her pas here do të ketë rebeshe. Temperaturat e ajrit do të vijojnë konstante në mëngjes, por mesdita sjell rënje të tyre duke luhatur vlera ditore nga 8 gradë Celsius më e ulët, e shënuar në qytetin e Ersekës deri në 28 gradë Celsius, vlera më e lartë e cila do të shënohet në qarkun e Gjirokastrës. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det, duke arritur shpejtësi 35 km/h nga drejtimi veri-perëndimor, përpasoj në brigjedetare do të gjenerohet dallgëzimi 2 ball.